Nuk e pash që mund të zhvilloj jeta ime në Austri. Jeta ime mund të zhvilloj këtu te vendi im. U bashkova bashkë me këtë vllajin tim, krijuam një fabrikë vaj. Nxjerrë një produkt nga më cilësorët në treg. Të jetë pak i hidhur të ketë shijen e ullirit origjinal, të ketë edhe ngjyrë jeshile. Këtu jemi në Konjuspol. Jemi dy vëllezër, Arben dhe Shkëlqim Goxha. Këtë biznes të fabrikës vajit e kemi filluar që në vitin 1993. Për më fillimisht ishim 3 veta, 3 ortak, se mundësitë financiare ishin shumë të vogla. U mblodhëm 3, duke marrë edhe një sasi lekësh nga motra ndihmë, edhe filluam punë. Të 3 bashkë punuam deri në vitin 1998. Pastaj u ndam ne të 2 bashkë, edhe ai ortaku tjetër krijoi fabrikë më vete. Kështu i kishim kushtet që ku filluam. Jo se patëm mosmarrveshje edhe kështu, ishim me konsensus. Sa të kapeshim pak edhe të fillonim. Pa, në vazhdim, më shumë kemi investuar fuqishëm te fabrika e vajit, e kemi biznesin më të mirë. Kemi edhe bizneset tjera. Kemi patur një stan, jemi marrë me bujqësi, me jonxh, me misër.